O protesta po afron, është një protest që është mirëpritur jashtë mase nga nxënësit dhe studentët dhe të rinjt. Jashtë mase. Ata e konsiderojnë censurën një akt brutal, direkt kundër tyre. Pra, qëndrimi ndaj TikTokut është qëndrim censurë, sepse nuk e mohojnë që smartphone-i ka një ndikim tek të rinjt dhe tek fëmijët në kuptimin e konsumit të kohës më shumë se sa ç'duhet. Por nuk është TikToku per se, TikToku si i tillë. Jo, të gjitha ata që kanë fëmijë dinë se fëmia edhe pa dalë aplikacioni TikTokut preferonte të navigonte, të lundronte në smartphone, në Google dhe në të tjerat. Pra, është një akt hakmarrës i Edi Ramës ndaj kritikave që i bëjnë të rinjt, se ke një gjë parasysh. I riu, për definicion, nuk pranon kur arrogancën. Kjo është arsyeja që të rinjt nuk e pëlqejnë Edi Ramën. Nuk e pëlqejnë, nuk e duan. Jo, arrogant po. Dhe pikërisht për këtë arsye ai mbyll TikTokun se ata e kritikojnë, e ironizojnë, e tallin, i bëjnë shpoti në TikTok. Pra, TikToku është një akt censure i tmerrshëm, nuk pajtohet njëri me këtë. Kështu që do jetë një protestë kundër censurës, natyrisht e lidhur me mbylljen e TikTokut.